Në fitoren që e synojnë do që gisht të ketë edhe biri i tij. Me gjurmën e Ferdi Kadiolut, babai i tij shpreson në triumfin e Turqisë përballë Kosovës në ndeshjen vendimtare. Unë dua që djali im të shkojë në Amerikë për të luajtur në Kupën e Botës. Ai shënoi kundër Rumanisë. Shpresoj që shënon edhe sot po ashtu. Veç këtë rezultat që e duan turqit e din që lehtë nuk e kanë hiç ta marrin, e frikën ja kanë në veçanti njërit. Vedat Murić, problem. Vedat Muriqi është problem. Fest parandeshjes pati në qendër për rreth hotelit ku qëndruan futbollistët mysafir, ku krisën tupanët. Një mirëseardhje ju urua edhe me kafe e çaj falas për nder të kontributit që dha ky vend për Kosovën gjatë luftës. Jeshkëm e tërgu se na jemi popull kosovar, shqiptar, që e kemi pritjen, bojarin, me tërgu se na nuk jemi falëndërues ton jetën, ndihmën që na ka dhënë populli turk në kohën më të vështirë. Kjo u mirëprit derisa rezultati u tha se nuk do të ndikojë në raportet mes dy vendeve. Today's match we are again against Kosovo. Në lojën e sotme jemi kundër Kosovës. Mendoj se ne do të fitojmë, por nuk është me rëndësi, ne sërish kemi vllazëri. Fitoria për kosovarët është çështje e kryer se do të jetë në duart e vendasve. 2-0. 2-0. Po një di që mjaft vështirë është me Turqinë, po nuk ka ndryshe, nuk ka. Po mos ma hani gol që na e kemi, na më jemi më të fortë jemi. Hajde përpara Kosovë. Madje i parashikojnë edhe shënuesit. Fisnik Aslani, Vedat Muriqi edhe Rashita nëse shtin. Për rreth tifozëve pati edhe simbolika interesante, derisa vendqëndrimi i lojtarëve që i siguruar nga forcat e rendit.